Interesimi i moshave të treta për aktivitet fizik dhe fitness është duke rritur dita ditës. Personat mbi 60 vjeç po i drejtohen gjithnjë më shumë qendrave sportive, duke e parë ushtrimin fizik si një mënyrë efektive për përmirësimin e shëndetit të tyre. Sipas Emma Daja, aktiviteti fizik ndikon drejt për drejt në menaxhimin e sëmundjeve si hipertensioni dhe diabeti i tipit 2. Kjo ka bërë që gjithnjë më shumë të moshuar të kuptojnë se kujdesi për trupin nuk ka moshë dhe se ushtrimet janë të dobishme për të gjithë. Interesimi i moshës së tretë për fitness është duke rritur gjatë ditës. Mosha gjatë 60 vjeçorëve janë të pa që shumë aktiviteti fizik është të i bo mirë për shëndetin, sidomos kush është me hipertension edhe për diabetin e tipit të 2. Pra nuk ka, me një fjalë mujë me thonë që fitnessi nuk ka moshë. Aktiviteti fizik është mirë për krejt moshat. Megjithatë, përkundër kufizimeve fizike, interesimi për ushtrime mbetet i lartë dhe në rritje të vazhdueshme. Janë do ushtrime të kufizuara, se vetë edhe mosha tregon, sidomos ma shumë mirën me ecje, diçka ushtrime pak ma të thjeshta, me pesha pak ma të lehta, po do stretching, po mbi të gjitha bojnë ushtrime shumë të mira. I kena do grupe shumë të mira, mirën me ushtrime çdo ditë, edhe jemi të pa që ka shumë interesim të vazhdueshëm. Ky trend tregon një ndërgjegjësim në rritje për rëndësinë e një jete aktive dhe në moshë të shtyrë, duke dëshmuar se aktiviteti fizik mbetet kyç për shëndetin dhe mirëqenjen.